Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Halleluja. Pra, siç edhe dim nga kalendari liturgjik I Kishës Ortodokse, datën 30 korik, Kishën Ortodokse nderon nënën oshënare Angelina. Sot do të flasim për këtë shenjtore, por jo vetëm për atë. Është një shenjtore e veçantë, me origjinë shqiptare, por që ka dhënë shërbesen e saj si bashorte, si nën, por dhe si udhëhese e popullit dhe udhëhese shpirtërore në vendin fqinjë në Serbi. Quhet Shën Angelina Araniti dhe është një nga shenjtorët më të nderuara, siç thash me origjinë shqiptare, lindur nga princi I madh shqiptar Gjergj Araniti dhe Maria Muzaka. Ai ishte edhe motra e Donikës ose Andronikës, që ishte bashorte e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Pra, vinte nga një familje princish, feudale shqiptar të asaj kohe, por që në rini ajo u dallua për besimin e thellë në Krishtin, për porosinë e saj, mëshirën ndaj të varfërve, jetën e pastër dhe lutjen e pandërprerë. Në vitin 1461 ajo u martua me Stefanin Branković, despotin e Serbisë, I cili ishte verbuar nga Osmanët. Ajo I qëndroi pranë atij me dashuri dhe besnikëri gjatë internimeve dhe vuajtjeve të familjes Branković, dhe së bashku Angelina dhe Stefani patën 3 fëmijë, Maksimin, I cili u bë murg dhe pastaj episkop me emrin Gjergji, dhe po ashtu dhe Joan Brankovićin, të dy janë shenjtor në Kishën Ortodokse dhe nderohen, dhe vajzën e tyre Marina, e cila u largua shpejt nga kjo jetë. Pas vdekjes së bashortit që dhe ai është shenjtor, Shën Stefanit, por dhe të bijve të saj, si thash në fillim vajza, pastaj dhe 2 djemt, Angelina më në fund u dha në jetën murgjërore, oshënare, dhe ndërtoi një manastir dhe u përkushtua plotësisht në atë manastir me lutje, agjerim, pendes, bamirësi dhe për ndërtimin dhe përkujdesjen e kishave dhe manastireve. Shën Angelina, e cila u quajt nga populli serb Nën Angelina, fjeti në paqe rreth viteve 1520 dhe lipsanet e saj ruheshin të paprishura në manastirin e Krushedolit. Dhe familja e saj ishte lidhur shumë ngushtë me këtë manastir, por dim që lipsani I saj, I Stefanit dhe bijve të saj, Joanit dhe Gjergjit, u masakruan përsëri nga osmanët, të cilët I dogjen. Dhe ka mbetur vetëm një dorë e Nën Angelinës, Shën Angelinës. Kisha Ortodokse e nderon në gjithë botën, dhe veçanërisht në Serbi, por patjetër dhe në Shqipëri, dhe nderohet në 30 korik, si thamë, por nderohet në datën 10 dhjetor bashkë me bashortin e saj Shën Stefanin dhe me birën e saj Shën Joanin. Dhe Shën Angelina, kjo nën oshënare, sepse si thash e përfundoi jetën e saj me oshënari, është një shembull virtuti, si gjithë shenjtorët, e para për besnikërinë bashkërtore, për durimin në sprova, për edukimin e krishterë të fëmijëve, dhe për durimin në sprova dhe mbas vdekjes së burrit dhe fëmijëve, dhe jetës së lutjes dhe përkushtimit të plotë. Për këtë arsye, si thash, ajo fitoi një famë dhe lavdi që kur ishte gjallë, por sidomos edhe mbas vjetjes së saj në Zotin, dhe është një shenjtore shumë e dashur e popullit serb, e ne
shqiptarëve të krishterë, por edhe e gjithë krishterëve ortodoks. Por duke marrë shkas nga Shën Angelina Araniti, domethënë që vjen nga familja Aranit, unë dua të them ose mendoj që të trajtojmë një temë në lidhje me shenjtorët të cilët kanë lindur në Shqipëri ose kanë kontribuar në Shqipëri. Duhet dimë se Shqipëria ka qenë gjithmonë një vend strategjik, sepse është midis lindjes dhe perëndimit, dhe në këto treva gjithmonë ka qenë rruga e kalimit nga lindja në perëndim, që quhet rruga Egnatia. Dhe patjetër që këtu ka kaluar shumë kultura, shumë ushtri, por që në shekullin e parë këtu kaluan dhe apostujt e Krishtit. Dhe dim që apostull Pavli në letrën e tij shkruan që kalova nga Jeruzalemi deri në Ilirik. Dhe dim se ai ka ardhur në Durrës dhe aty në Durrës ka ndërtuar komunitetin dhe kishën e parë apostolike, la pasus Shën Cezarin dhe pasaj Shën Astin, që është jerodëshmor, i cili u kryqëzua nga autoritetet romake dhe është martiri më i hershëm i njohur në Shqipëri. Po ashtu kemi edhe tjetër martir, i cili ishte me origjinë nga Roma, por që ishte jerotonisur episkop i Liris në Vlorë, Shën Elefteri i Vlorës, dhe ai është një shenjtor që ka kontribuar në Shqipëri. Po ashtu kemi martirë të cilët u martirizuan bashkë me Shën Astin, që u mbytën në det. Kemi të tjerë shenjtor dhe martirë, më të spikatur në vitin 1016 kemi Shën Joan Vladimirin, sundimtarin e devotshëm i lidhur ngushtë me Elbasanin ose Shionin, ku është dhe manastiri i tij. U martirizua për besimin e tij dhe për drejtsinë dhe lipsanet e tij nderohen prej shekujsh në vendin tonë. Dhe në vitin 1779 kemi Shën Kozmain e Tolis, i cili erdhi në Shqipëri në udhëtimin e tij të katërt dhe ai këtu katekizoi popullin që rrezikoi të humbte besimin nga prozelitizmi i egër osman, padituria, hapi shkolla, forcoi besimin ortodoks, u martirizuar në Kërkondas të Fierit. Dhe varri i tij është edhe sot e kësaj dite një vend pelegrinazhi. Kemi një tjetër shenjtor në vitin 1722, Shën Nikodemin e Beratit, ose Nikollimin e Beratit, martir në Berat. Pra, kemi shenjtor të ndryshëm, të cilët ishin me origjinë shqiptare, por jo shqiptare, dhe ata kontribuan në këtë zonë. Dhe nëse ne marrim Ilirin, Epirin, Dardanin, të gjithë sinakstarët përmbledhen rreth 30 shenjtor, të cilët kanë jetuar në këtë trev, kanë lindur ose kanë vepruar. Pra, duhet dim se numri i shenjtorëve duhet të jetë shumë i madh, sidomos dhe i martirëve, por kisha pësoi një goditje shumë madhe nga pushtimi osman, shumë gjëra u shkatruan, humbën, arkivat e gjitha, prandaj nuk kemi një listë të përpikt të shenjtorëve të cilët kanë jetuar dhe vepruar në Shqipëri, me origjinë ose jo të këtij vendi. Prandaj, çfarë duhet të themi me këtë? Pra, shpeshherë, sidomos në kohë të ndryshme, po dhe në kohën tonë, del një lloj fryme nacionalizmit. Nacionalizmi i cili kërkon të ngrer vendin e vet dhe të ul vendin tjetër, dhe kjo në një farë mënyrë i ka bërë dëm sidomos edhe rajonit ku ne jetojmë, Ballkanit, por dhe botës, dhe aq më tepër kur ky lloj nacionalizmi bëhet edhe fetar, kur hyn edhe brenda ambienteve kishtare. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që ta shikojmë kishën me një ngjyrë kombëtare, dhe ti shikojmë po ashtu dhe shenjtorët me ngjyrë kombëtare. Dhe kjo është diçka që nuk pranohet nga kisha. Pse nuk pranohet? Sepse
kisha është universale. Besojnë në një kishë katolike, apostolike, ortodokse. Fjala katolike nuk do të thotë romano-katolike, por katolike do të thotë e përgjithshme, universale që përmbledh të gjithë popujt, të gjitha kulturat, të gjitha racat, të gjithë gjinit, dhe i merr nga jashtë, i fut brenda kisha dhe i shenjtëron dhe i bën njerëz të ri, ku nuk kanë më dallime nacionale, shoqërore, gjinore. Shikoni çfarë thot Apostulli Pavli në letrën drejtuar Galatasve. Nuk ka më jude, nuk ka më grek, nuk ka më sklev, nuk ka më të lirë, nuk ka dhe mashkull, nuk ka dhe më femër, pra të gjithë, sepse të gjithë jemi një në Isu Krishtin, jemi një krijesë e re. Prandaj, kur një person shpallet shenjtor nga kisha ortodokse, ai nuk bëhet një shenjtor me një ngjyrë nacionaliste, një shenjtor grek ose një shenjtor shqiptar, ose serb ose rus, por ai është shenjtori i kishës, që është kudo. Megjithatë, në sinaksarët e shenjtore përdoren dhe terma të cilat tregojnë vendlindjen e tyre ose vendin ku ata punuan ose dhe u martirizuan. Për shembull, themi Shën Angelina Shqiptarja. Pse themi këtë? Jo se ajo është thjesht me nacionalitetin shqiptar dhe i takon vetëm shqiptarëve. Ajo lindi këtu nga prindër shqiptar, por shërbeu në një vend tjetër fqinj, në popullin serb, i cili ishte një popull që ka ardhur këtu, mendohet nga shekulli 7, dhe ata u vendosën, por u krishterizuan dhe u bashkuan me popullin shqiptar sepse patën një besim dhe patën edhe ato luftrat e përbashkëta kundër pushtimit osman, që ishte një rrezik jo vetëm për pushtimin e territorit, por ishte edhe rrezik për tjetërsimin e besimit. Prandaj, kur themi Angelina shqiptare, jo i përcaktohet ose i takon vetëm shqiptarëve, por për treguar origjinën e saj. Themi Shën Sava i Serbisë për shembull, sepse ishte themeluesi i kishës serbe, ose themi Shën Nektari i Egjinës, sepse vendi ku jetoi dhe ndërtoi manastirin Shën Nektari, ose themi Shën Nikolimi i Beratit, sipas qytetit ku ai në një farë mënyre u martirizua, ose nga Bithkuqi në rastin kur tregohet vendlindja e tij. Pra, të gjitha këto janë përcaktime historike ose gjeografike, por nuk janë ndarje kishtare. Pra, të gjithë shenjtorët, të cilët janë kanonizuar nga kisha ortodokse, janë shenjtorë që i përkasin të gjithë kishës dhe nuk kanë ngjyrime nacionaliste në kuptimin negativ. Nga këtë vështrimi kanonik, etnofilitizmi, racizmi, pra vendosja e kombit mbi unitetin e kishës ose të një race superiore, është dënuar si herezi nga një sinod lokal i Konstantinopolës në vitin 1872. Ky sinod theksoi se organizimi dhe jeta e kishës nuk duhet të mbështetet në ndarje etnike apo kombëtare, por mbi unitetin në Krishtin. Pra, kur vendet e pushtuara nga osmanët filluan të fitojnë pavarësinë, dhe këtu kemi një problem me kishën e Bullgarisë, që kërkon të jepte një ngjyrë nacionaliste kishës, kisha pjesa tjetër nuk e pranoi. Dhe ky sinod që u mblodh në Konstantinopol dënovi këtë koncept që t'i japim kishën një frymë nacionaliste. Kisha është e Krishtit, kisha është e gjithëve. Kisha nuk është vetëm e një vendi, e një populli ose një race. Prandaj shenjtorët janë ata që na tregojnë këtë të vërtet shumë madhe, që vinë nga vende të ndryshme dhe kanë punuar në vende të tjera dhe nderohen nga gjithë kisha, sepse i përkasin trupit të Krishtit, trupit të shenjtë të Krishtit, dhe i përkasin kishës triumfante që është në qiell. Duhet të kuptojmë diçka, dashuria për atë nuk është e gabuar, përkundrazi. Mund të themi se i vetmi komunitet që frymëzon dashurinë për atë e ka kisha e ortodokse. Kisha e ortodokse ka shërbesën e bekimit të flamurit dhe bën edhe një lloksologji, lavdëron Zotin i cili krijoi kombet, dhe çdo flamur është një simbol i një kombi. Por nuk duhet ngatruar nacionalizmi me të qenin brenda kishës. Shumë shenjtorë deshin vendin dhe popullin e tyre, por ata nuk ishin nacionalistë. Përkundrazi, ata donin çdo njeri, sepse çdo njeri është ikona e Perëndis
Dhe kur neve jemi pjesë e kishës dhe i shërbejmë Krishtit, atëherë identiteti jon i parsor është Krishti dhe kisha. Prandaj mbajmë dhe një emër të krishterë. Pra në radhë parë jemi të krishterë, sepse i takojmë Krishtit, Zotit qetë dhe dheut, pastaj jemi dhe shqiptarë. Prandaj nuk duhet i ngatrojmë këto gjëra. Kështu që nacionalizmi kur kombi bëhet kriteri kryesor i identitetit dhe jetës së kishës, pra kur kemi këtë frymë nacionaliste dhe brenda kishës, bie në kundërshtim me natyrën e saj universale, katolike ose të përgjithshme. Prandaj, në qoftë se neve do t'i shikojmë shenjtorët me frymë nacionaliste, ne do bëjmë një gabim shumë të madh. E para, shenjtorët do privatizohen nga një komb. Pra do thonë këta janë tanët, nuk janë tuajt. Për shembull, dikush më thotë, ky është shenjtori ynë, e jo tjerëve. Për shembull, ne themi Shën Agjelina është shqiptare, nuk është e serbe. Po është diçka komplet gabuar, sepse ajo u martua me një serb, që është shenjtor, Shën Stefanin, dhe jetoi në atë vend dhe u shenjtërua në atë vend dhe i shërbevi atij vendi. Tani nuk më themi në serb se nderoni juve nën Oshënare Angjelinën. Ata kanë të drejtë ta nderojnë, madje e nderojnë jashtëzakonisht. Ndoshta edhe më shumë se ne shqiptarët, që ajo kishte origjinën. Por të gjithë pra kisha ortodokse kudo që të jetë, edhe këtu në Shqipëri, edhe në Serbi, edhe në Rusi, edhe në Turqi, edhe kudo që është kisha i nderojnë të gjithë shenjtorët, sepse shenjtorët janë të përbotshëm. Ata i përkasin gjithë kishës, nuk duhet ta harrojmë këtë. Ose në qoftë se neve i këmbgulim tek origjina dhe japim një frymë nacionaliste edhe shenjtorëve, atëre origjina bëhet më e rëndësishme se shenjtëria. Kjo ndodh dhe në debatet tona. Çfarë thotë Shën Pabli? Mos u merrni me gjenealogji. Që në shekullin e parë, në kishën e hershme, kishte këto probleme. Gjenealogjia, unë vi nga një brez i shkolluar, i studiuar, ose me famë, ose fisnikësh. Ti vjen nga një brez i thjesht, i pashkolluar. Unë vi nga një popull i madh, ti vjen nga një popull i vogël. Fatkeqësisht që nga ato kohë dhe deri më sot diskutojmë këto gjëra. Madje edhe në kishë. Pra, burresh ti, jo me atë të qenit se i krishter, që duhet të ishi përullur. Ti mburresh me krenari për gjëra fundja fundit si ke bërë ti kanë bërë parët e tu, por nëse mburresh me ato që ti bën. Dhe trupi i Krishtit nuk është i ndarë. Trupi i Krishtit është një trup. Pra ti kërkon ta coptosh trupin e Krishtit. Prandaj nacionalizmi është herezi, është një keqje e madhe e kishës. Kështu që kudo që dëgjoni njerëz që kërkojnë t'i japin kishës ngjyra nacionaliste, thon për shembull kisha e Shqipërisë, ose kisha e Serbisë, ose kisha e Greqisë, ose kisha e Rusisë, ose diçka tjetër, aty nuk ka diçka kanonike, të rregullt, pranuar nga gjithë kisha. Kisha është ortodokse në Shqipëri, është ortodokse në Greqi, është ortodokse në Rusi, është ortodokse në Turqi, pra është kishë ortodokse në atë vend, po nuk është me një ngjyrë nacionaliste, ose kishë ortodokse në Rumani. Pra, kur i themi gjitha këto, duhet të kemi kujdes, sepse fryma e nacionalizmit është një herezi dhe futet si virus edhe brenda besimit dhe i përçan besimtarët. Kur njerëzit shikojnë nacionalizmin dhe të shenjtorët që fatkeqësisht e kanë këtë dhe ata nuk i nderojnë shenjtorët, po janë si tifoz. Sigur i shikojnë ato futbollistët, domethënë ky është i imi, ky vjen nga ky vend, ky nuk diskutohet shumë për shenjtorët. Shenjtorët janë të gjithë kishës. Atëre, në qoftë se ne veprojmë në këtë mënyrë dhe njerëzit pyesin ishte shqiptar, ishte grek apo ishte serb, nuk duhet pyetur kjo. Por ne duhet pyesim, a jetoi ungjillin dhe çfarë mund mësoj nga ai, jo thjesht nga nacionalizmi i tij. Nacionalizmi edhe ndaj shenjtorëve, nacionalizmi i smur flasim, krijon përçarje. Në vend që shenjtorët bashkojnë popujt me Krishtin, ata kur keq përdoren, jo shenjtorët vetë, por të tjerët, bën shkak debatesh kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky nuk është faji i shenjtorëve, ky është faji i atyre që nuk din të nderojnë shenjtorët.
Dhe kjo bie ndesh me lutjen që tha Krishti, që i tha Atit, o Atë, të gjithë jemi një. Ata në mua dhe unë në ty. Pra, kisha është një, nuk është ndarë. Dhe historia shpesher, kur merr fryma nacionalizmi edhe brenda kishës, përdoret si armë. Diskutimet historike janë të rëndësishme, por nuk duhen përdorur për të mohuar shenjtërinë ose nxitur armiqsinë ndaj popujve të tjerë. Mos çuditemi për këtë. Kemi raste për shembull, kur nacionalistë të sëmur, Don Kishot, i them unë, që ka iku koha këtyre njerëzve, thyen shenjtorët tonë. Për shembull, kemi një rast, Shën Kozmaj në Etolis, që e nderojmë tani në gusht, 24 gushtit. Ka të ashtu quajtur nacionalistë që janë askushi, thonë ai është grek, ai nuk duhet nderuar. Po ai Shën Kozmaj ka dhënë jetën këtu, ka dhënë gjakun këtu për Krishtin, për besimin tonë krishter. Dhe nëse nuk do ishte Shën Kozmaj, nuk do kishim sot krishterë, nuk do kishim kish ortodokse. Është një i barabartë me apostull Pavlin. Apostull Pavli erdhi të themeloi kishën, Shën Kozmaj erdhi ai që e ruajti kishën nga prozelitizmi osman ose feja islame. Si të themi tani që nuk e nderojmë Shën Kozmaj, se thonë ca, sepse është grek, thonë ata. A kuptoni? Ata që thonë këtë nuk janë fare dhe të krishterë, po ja pra që fusin atë virusin e nacionalizmit dhe bien pre dhe disa shqiptar dhe me shkollë, di raste që i ka fryma nacionaliste dhe fillojnë dhe i shikojnë shenjtorët me dyshim. Është grek, ka ardhur këtu për të kundër gjuhës shqipe ose ka ardhur këtu për të shkatruar vendin për agenti. Ore, kjo është një marrëzi, sepse ku erdhi Shën Kozmaj këtu, nuk ishte as alfabet shqip një. Dhe si do mësonin njerëzit lexonin unë gjithin shqip nuk ekzistonte. Patjetër mësonin me gjuha që ishte gjuha e kishës, që ishte e përkthyer Bibla në greqisht e në vjetër. Në këtë gjuhë mësohej dhe lexohej Bibla. Si ishte shqipja doli shekullin 19. Çfarë janë këto marrëzira? Po ja pra, si thon shpif diçka mbetet. Prandaj duhet kemi kujdes kur i dëgjojmë këto diskutime lart e poshtë. Të dimë si të përgjigjem, por e para mos ja lejojmë dhe vetes të smuremi nga ky virus i nacionalizmit. Dhe kështu që kur neve diskutojmë këto probleme, atëherë ne krijojmë një ide të gabuar për shenjtërinë. Neve shenjtëria nuk fitohet nga gjaku ADN-ja që ti ke trashëguar nga prindrit. Por ose gjuha ose komsia, por shenjtëria fitohet nga bashkimi me Krishtin nëpërmjet të kishërimit. Kjo të bën shenjtor, nuk bën se ke lindur në Shqipëri, ose se vjen nga një familje e njohur fisnike e tjera. Angelina nuk u bë shenjtore se vinte nga një familje fisnike, siç janë aranitasit ose muzakajt. Ai u bë shenjtore se jetoi me Krishtin dhe vdiq për Krishtin. Prandaj quhet shenjtore. Kështu që duhet kemi kujdes nga këto gjëra, nga këto nacionalizmat sëmur që kërkojnë të tjetërsojnë dhe shenjtorët. Pastaj, nëse ne do shkojmë me këtë logjikën e nacionalizmit, atëherë edhe Krishti nuk ishte shqiptar. Krishti ishte jude. Çfarë themi Krishti? Ke vend tu në Shqipëri? Shko në Jude? Kjo është një marrëzi. Krishti është Zoti i qiellit dhe dheut. Është Perëndi njeriu dhe tek ai është gjithë njerëzimi. Është Adami i dytë. Dhe kisha është trupi i Krishtit, prandaj nuk ka frymë nacionaliste. Kështu që shenjtorët të cilët kanë shërbyer në Shqipëri, po dhe në gjithë botën, që kanë lindur në atë vend ose kanë vepruar në atë vend dhe janë në vende të ndryshme siç kemi dhe në Shqipëri. Shën Angelina shqiptare është në Serbi. Shën Joan Vladimiri nga Malizi është këtu në Shqipëri. Shën Kozmaj i Etolis është këtu në Shqipëri. Ka Varrin këtu, ka Lipsanet këtu. Ose të tjerë shenjtor që janë nga Shqipëria nuk janë këtu. Janë në vende të tjera. Kjo do të thotë se shenjtorët janë ata që i lidhin popujt, i bashkojnë kombet në dashuri ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Dhe janë ura paqësore. Atë që nuk e bëjnë politikanët, ata që nuk e bëjnë ato
diskutime pafund. Atë që nuk e bëjnë as luftrat që më shumë dajnë se sa sjellin paqe, atë e bëjnë Zoti nëpërmjet shenjtorëve. Krishti është princi i paqes. Shenjtorët janë ata që bëjnë paqe. Çfarë tha Zoti? Lumë paqëtuesit se ata do quhen bitë e Perëndis. Këtë bën shenjtorët. Kudo që vajten ata nuk bën luftë nacionaliste. Nuk futën për çaj, nuk futën armiqësimin njerëzve. Por e pa njeriu si ikona e Zotit dhe i shërbyen njeriu, i shërbyen të afërmit. Kush është i afërmi? I afërmi nuk është ai që ka gjakun tënd, llagapin tënd, fisi yt. Është ai që është afër teje në atë moment, që ka nevojë për ndihmën tënde, për fjalën, për ngushëllimin, për të vërtetën, për shërbimin. Ky është pra. Dhe aty është Krishti që tha çdo gjë që ja keni bërë këtyre, ma keni bërë mua. Këtë bën shenjtorët. Dhe u shenjtruan aty ku ishin. Dhe prandaj nderohen aty ku janë. Dhe na japin një mësim shumë të madh neve, sepse ata predikojnë pajtimin dhe bashkimin, paqen në botë, që vjen kur pranojnë princin e paqes, Zotin Isu Krisht. Kështu pra, le të shikojmë shenjtorët, të cilët, siç ishte edhe sot Shën Angelina shqiptare, por nëna oshënare që e nderon a shumë populli serb, edhe ne të krishterët ortodoks shqiptar, shenjtorët na bashkojnë, sidomos na bashkojnë jo vetëm në besimin tonë krishter, por bashkojnë dhe popujt, duke fshirë ato gjërat e hidhura të historisë, ose ndarjet përçarjet kulturore, gjuhësore, dhe shenjtorët i bashkojnë popujt duke i çuar te Krishti. Kur një krishter nderon një shenjtor nga një popull tjetër, ai dëshmon se shenjtëria është më e madhe se çdo kufi kombëtar. Kjo është arsyeja pse kisha i quhen shenjtorët qytetar të mbretërisë së Perëndis dhe ndërmjetues të paqes, të dashurisë dhe unitetit mes njerëzve në botë. Amin.